E po tash ti arsye tjera ke bërë pse këtë. Dhe unë nga jashtë ti më kisha arsye tënde. Unë ka arsye tjera, unë nuk e nominoj Selinën. Po, ka arsye tënde. Vetëm për një nominim. Ne ç'kemi parë nga jashtë. Sepse unë mund të kisha nominuar dikë tjetër. Po mirë, ose dikë tjetër. Po unë që e di shumë mirë, për shkak nuk flas për ty. Unë e gjeta që ti do nominoj këtë, ai këtë, nuk diskutoj çfarë. E gjeta që do nominoj Selinën unë? Pas kisha diskutim fare. Pse? Po tash nuk e di pse, nuk di tash me pse. Për zotin. Nuk ishte për llogaritur shumë që do nominoj Selinën. Dgjoj. Unë kam disa persona në playlist, siç më kanë ata mua. Unë e di që unë jam e nominueshme, unë edhe javës tjetër, po të riktu. Do një pik, po godisni. Do shikosh, javës tjetër, kur të filloj nominimi, do më nominojnë të gjithë prapë mua. Unë e di që unë do nominohem. Absolutisht. Më falë se pa të pres. Mos nominosh Selinën, po mos kishte imunitet Brekena, kishte nominuar Brekena. Jo. Brekena nuk nominohet sepse Brekena është fishek kot. Po, e di, po bashkë ke pas debate. Kë kishin nominuar kot? Jo, s'ka lidhje, unë nuk nominoj për arsye debateve. Dhe Selinën nuk kam nominuar. S'ka pas ndonjë debat me Selinën. Ashtu do duket nga jashtë, ma beso mua. Ashtu do duket bi. Gjithsesi ti. E din ata. Gjithsesi ti, na më këtë. Ka marr mesazhin tënd. Na më këtë. Kur thon një lojtar e din ata shumë mirë ku godasun. Ilir, më ka parë 24 orë, nuk godas aty. Unë tash e di që ti je aftë. Dhe do fillosh nesër luftën dhe e di që nuk është luftë. Po nuk thonë filluar gjak. Po, më kupton, nuk është luftë tash. Po nesër ti e kapi ky se ti e di shumë mirë ku ka goditur. Nesër është një ditë e re. Ti e di shumë mirë ku godita, se s'më intereson kjo. Po dakor me tani, ajo ka kohë ajo punë pastaj. Se